ardhur në kanalin tim në një vlog të ri. Në fakt nuk është një vlog, por është një tur i rezidencës ku unë jetoj. E di, më keni pyetur shumë, ka qenë shumë kërkesë nga ana juaj që t'ju tregoj më shumë rreth vendit ku unë jetoj këtu, dhe sot erdhi dita që do t'i bëjmë një tur të gjithë rezidencës, pa prishur qetësinë edhe rehatin e çdo rezidenti që është këtu, dhe do ju marr dhe t'ju tregoj më shumë. Është një nga videot që do ta bëj me shumë dëshirë, për arsye sepse jetoj këtu, ka shumë gjëra të lezetshme, dhe është fiks si ato rezidencat e huaja me ato standarde, dhe nuk të duket sikur je brenda Tiranës, po nëse jashtë Shqipërisë, nuk është hera e parë që e them këtë, e kam thënë gjithmonë që kur kam hyrë këtu brenda, unë dhomën time ua kam treguar që kur kam ardhur dhe e kam sistemuar dhe e kam rregulluar sipas dëshirës time. Nëse doni të shikoni se si duket fiks një apartament për një person, mund të shkoni te kanali, të klikoni pak më poshtë video dhe të gjeni aty një home tour në Tiranë, në rezidencën këtu. Dhe tani jam gati që të dal. Hajdeni me mua! Gjithmonë në katin e parë të çdo hyrje të ashensori është një info point që ka të gjitha informacionet për folen orare, çdo gjë të mundshme që duhet të di çdo student këtu, apo më saktë çdo rezident. Rregullorja, njoftime të tjera shumë të rëndësishme. Kjo është një nga hallet e mëdhaja tek rezidenca që ka godinën A, B, parameja është C, pak më tutje është D-ja, dhe këtu ka të gjitha gjërat e mundshme. Tek pjesa pas kam librarin dhe dhomën e studimit. Do shkojmë tek libraria, sepse aty është dhe kancelaria dhe më duhet që të fotokopjoj disa gjëra, kështu që një rrugë edhe dy punë. Libraria që unë në fakt kam treguar në një reel, nëse nuk e keni parë, shkoni tek Instagram im ose i foles. Ne mund të studiojmë në fakt dhe brenda tek libraria, por ka dhe hapësirë këtu që është një dhomë tjetër studimi. Këtu ka libra të ndryshëm që ne mund t'i marrim, t'i lexojmë, të mësojmë nga fushat nga më të ndryshme dhe më pas t'i mbarojmë dhe t'i sellim përsëri tek vendi. Këtu është e pjesa e kancelarisë. Kështu që jam po fotokopjoj dy gjëra. Ky është një ambient i jashtëm ku ne mund të ulemi, të qëndrojmë, qoftë të studiojmë, të marrim pak ajër, të kemi kohën tonë të lirë tek obori. Sigurisht që ka dhe aromë festive. Në rezidencë, një nga gjërat që më pëlqen është që këtu nuk mund të hyjë çdo njeri pa pasur një kartë dhe pa kaluar kontrollin e check-init. Pemën e kanë vendosur tek halli kryesor dhe tani dua t'ju tregoj pak se çfarë kemi këtu tek halli kryesor. Kemi recepcionin në të majtën time përballë dhe në të djathtën time kemi marketin. Do futemi pak te marketi, do ju tregoj pak a shumë se si janë çmimet, çfarë gjërash ka. Domethënë nuk mungon asnjë gjë në fakt. E pas shpinës time duket në të majtën time duket bari dhe aty futemi edhe për tek pjesa e mesës apo restorantit. Dhe aty do shkojmë së bashku dhe do ja tregoj, por le të hyjmë tek marketi. Nuk ju tregova dy rezidentët tanë më të lezetshëm dhe bukuroshi këtu. Hajdeni të hyjmë tani. Nuk ka vetëm ushqime, por ka çdo gjë që na duhet për në shtëpi. Në fakt, kjo po më pëlqen për ta marrë të shtëpia ime. Detergjent.
tek pjesa e barit. Këtu mund të shihim kafen e paradites apo edhe të mbasdites. Gjithë pjesa këtu është bari, aty është pjesa ku mund të porosisim dhe më pas në fund të gjithë këtij korridori është mensa që në fakt në këtë orar është mbyllur. Mensa është e përbërë sigurisht nga karrige, tavolina, kënde, super të përshtatshme. Shikoni bosh në fakt sepse nuk ka ardhur akoma orari. Shikoni pak se sa të bukura i kanë të vendosura tavolinat, është ky kubi që ka letra të thata dhe kjo lulja për aromën e festave. Këto janë disa nga çmimet. E në fakt kjo është e gjithë pjesa ku ne mund të marrim ushqimet tona dhe të zgjedhim se çfarë na pëlqen ose jo. Sigurisht që ka televizorin të afishuara me të gjitha çmimet e të gjitha ushqimeve që më lini t'ju them që janë super të shijshme se unë këtu vi pothuajse ha të paktën një vakt në ditë. Edhe fruta dhe në fund të gjithë kuzhinës ndodhet kasa. Edhe këtu vendosim ne tabakat tona në fund. E di që në fakt është pak e çuditshme për t'ju treguar dhe për të hyrë tek tualetet me kamerë, por po e bëjmë që po e bëjmë turin, ta bëjmë tamam siç duhet. Tani do shkojmë tek pjesa e parkimit, lavanderisë dhe palestrës. Nga kati 0 jemi në -1. Tani nga shesori jemi direkt te pjesa e parkimit. Hajdeni të shkojmë tek lavanderia dhe tek palestra. Nuk mund t'ju hapja dhe të flisja më shumë nga brenda, sa aty muzika dihet që është shumë lart dhe nuk mund të prish fare qetësinë e të gjithë të apasionuarit pas palestrës. Kështu që ju kapa disa scena, ju tregova dhe duke qenë se palestra është në katin -1 edhe për duhan pirsit kanë menduar, kanë bërë një mini kënd të vogël këtu që është me këtë barin artificial dhe me këto tavolinat bashkë edhe me tavllat që të mund të pinë cigaren e tyre rehat dhe jo të dalin deri sipër në katin 0. Kështu që tani na ka ngelur edhe lavanderia dhe ky ishte një tur, shpresoj mos të kem haruar në një gjë tjetër pa ju treguar, po besoj gjërat më të rëndësishme ua kam treguar dhe po, kjo është foleja. Lavanderi në fakt e gjeta mbyllur, po unë mund t'i jap disa informacione të rëndësishme për lavanderin dhe se çfarë ka ajo specifikisht. Sigurisht që është përkundrejt një pagese, me ilaçin tënd është pagesa më e ulët. Ti sjell këtu, bën pagesën dhe zonjat që punojnë këtu ti palosin dhe ti vendosin në qeset me logon e Foles dhe shënojnë dhe emrin tënd dhe ti vini merr dhe i gjen gati.